Angli-Shqipëri është një sfidë pa shumë histori, por në futboll asgjë nuk është e pamundur. Tre luanët zbresin në Wembley me stofën e një ekipi super favorit, por këtë herë nuk kanë shumë dyshim as kompanitë e basteve, teksa një fitore e skuadrës së Tuchel vlerësohet me koeficientin 1.17. Barazimi duhet një rezultat thuajse i pamundur për kuqezitë e Sivinjos, pasi kuotohet me koeficientin 7.5. Fitoria që do të ishte një ngjarje historike, as që merret parasysh nga kompanitë e basteve, pasi vlerësohet me koeficientin 15. Sipas superkompjuterit të Optas, Shqipëria ka pak ose as pak shanse për të marrë një rezultat pozitiv. 10.000 simulime statistikore nxorën Anglinë fitues në 80.1% të rasteve, 12.2% përfundon në barazim dhe 7.7% të rasteve Shqipëria do të dalë fituese nga Wembley. Kujtojmë që Anglia ka fituar të 6 ndeshjet e mëparshme kundër kombëtare son. Kuqezit kanë shënuar vetëm një gol në 6 ndeshje me Anglinë. Bëhet fjalë në humbjen 3-1, ku ka shënuar Altin Rakli në mars të vitit 2001. Anglia është e pamposhtë në 31 ndeshjet e fundit kualifikuese të Kupës së Botës, 23 fitore dhe 8 barazime.